Njihuni me ilaçin e gjyshes që zhduk bronkitin, kollën dhe shumë probleme të moshkrive. Përbërësit që do t'ju duhen janë gjysmë kilogrami sheqer, gjysmë kilogrami qep të kuqe, gjysmë litër ujë, 7 lugë mjaltë dhe 2 limona. Vendoseni sheqerin në një tigan dhe ngroheni në një nxehtësi mesatare duke e përzierë vazhdimisht derisa të kthehet në ngjyrë ari. Në këtë pikë shtoni qepën e coptuar, pastaj ziheni përzierjen për disa minuta para se të shtoni ujin. Lëreni përzierjen që të ziejë derisa lëngu të zhduket, pastaj lëreni të qetësohet dhe shtrydhni edhe disa limon. Pastaj shtoni mjaltin dhe përziheni gjithçka mirë dhe lëreni atë që të pushojë brenda natës dhe kullojeni lëngun në mëngjes dhe hidheni në një shishe qelçi. Merrni një lugë çaji nga trajtimi para çdo vakti derisa të ndjeni rezultatet pozitive.